Pasioni im i fshehur është nutricionizmi. Ua! Nutricioni. Po. është bërë rëndom, kështu nutricionista që kanë dalë rëndom, por duke qenë se çfarë thot njëri, nuk thot tjetri, Vendose të bësh vendosa që ta gjejun vetë vërtetën. Edhe në fakt jam edhe duke eksperimentuar me veten time. Aktualisht, për shembull, po mbaj një dietë që është duket si ekstreme për njerëzit, por mendoj që është dieta ideale, që është dieta shtazore quhet, që të hash vetëm produkte me bazë shtazore. Me bazë shtazore, që është mishi kuq për më tepër, duke qenë se ka gjithë mineralet e nevojshme, vitaminat e makronutrientët e nevojshëm për trupin, gjinden 99% tek mishi kuq. Sepse ne jemi përshtatur, organizmi jonë është evoluar që të funksionoj vetëm me mish, edhe me ujë. Si jeton vetëm me mish edhe me ujë? Edhe me vezë. Haj për shembull, jo bulmeç me origjinë shtazore, jo. Po nuk është kjo një dietë e varfër? Duket sigurisht ekstreme. Unë haj për shembull 5 vezë në mëngjes, haj dhe gjysmë kile, mbase pak më shumë varet nga oreksi që kam, mish gjysmë kile deri 1 kile mbase me raste. Vaktin e dytë dhe kaq. Mund mbetem edhe me 1 vakt në ditë. Na pa takse? Pse? Analizat i kam perfekt.